Të lexojmë nga Dhjata e Vjetër, është tek libri i profetit Isaia, kapitulli 40, nga fillimi. Libri i profetit Isaia, kapitulli 40 nga fillimi. Ngushëlloni popullin tim, thot Perëndia juaj. I flisni zemrës së Jeruzalemit dhe i shpallni që koha e tij e luftës ka mbaruar. Që paudhësia e tij është shlyer, sepse ka marrë nga duart e Zotit dyfishin për të gjitha mëkatet e tij. Zëri dikujt që bërtet në shkretir, shtroni udhën e Zotit, hapni në shkretir një rrugë për Perëndin ton. Çdo lugin të jetë mbushur, çdo mal dhe kodër të jenë sheshuar, vendet dredha të drejtuar dhe vendet e vështira të sheshuar. Atëherë lavdia e Zotit do të zbulohet dhe çdo qenje do ta shohë, sepse goja e Zotit ka folur. Një zë thot bërtit, dhe përgjigja që merr është çfarë të bërtas. Bërtit që çdo qenje është si bari dhe që tërë hiri i tij është si lulja e fushës. Bari thahet, lulja fishket, kur fryma e Zotit frymbite, me siguri populli nuk është veç se bar. Bari thahet, lulja fishket, por fjala e Perëndis ton mbetet për jetë. O Sion, ti që sjell lajmin e mirë, ngjitu mbi një mal të lartë. O Jeruzalem, ti që sjell lajmin e mirë, ngrije zërin me forcë, ngrije zërin, mos ki frikë. Thuaje qyteteve të Judes, ky është Perëndia juaj. Ja Perëndia, Zoti, vjen i fuqishëm dhe krahu i tij sundon për te. Ja e ka shpërblimin me vete dhe shpërblimi i tij e pararend. Ai do të kollos kopen e tij si një bari, do t'i mbledh qengjat me krahun e tij dhe do t'i mbaj në gjinjë të tij, dhe do të udhëheq me ëmbëlsi dhe kujdes delet që kanë të veçlit e tyre. Dhe shkojmë tek paragrafi 30. Të rinjt mundohen dhe lodhen, të rinjt e zgjedhur me siguri pengohen dhe rrëzohen, por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja, ngrihen me krah si shqiponja, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur. Amen, fjalës të Zotit. Profeti Gjon. Profeti i profetizuar, pra fjala Perëndis mundësisht thot për të se është ai që ka mesazh nga Perëndia dhe ka mision nga Zoti që të kryej. Shumë serioze kjo. Mundësisht Zoti jon Jezu Krisht dëshmoi për të, duke thënë se është më i madhi i të gjithë profetëve të tjerë. Flet për Gjon Pakzorin, ai që ka lindur prej gruas. Më i madhi nga të gjithë profetët e tjerë. Dhe cila është ajo që e bën Gjonin, profetin Gjon, që të jetë më i madh nga të gjithë profetët e tjerë, është se Perëndia i ka besuar mesazh nga qielli që të thotë se ja qengji i Perëndis të gjallë që mban mëkatin e botës. Shumë serioze kjo, duke parë një të ri 30 vjeçar. Këtë shifte. Një Nazareas 30 vjeçar. Por ka edhe mision. Mision të përcaktuar që duhet ta realizoj. Dhe misioni i tij, vëllezër dhe motra, gjë e madhe kjo, misioni i tij është që të pagëzoj të pa mëkatin Jezu Krishtin, birin e Perëndis të gjallë,
jep një kujdes tyre fjalëve te, një pagzim pendeset, një që nuk kishte mëkat mbi te. Pagzim pendeset. Sigurisht kur shkoi Zoti aty e kundërshtoi, por Zoti i tha, mos fol hesht, sepse duhet të kryejmë çdo drejtësi të Perëndis. Dhe cili është drejtësia e Perëndis? Është fjala e Perëndis. Sepse ai që dërgoi 6 muaj pasi u shfaq Gjon Pagzori si profet i madh dhe do ta shohim, sepse profecia e tij ishte pendohuni sepse është afër mbretëria e qiejvet. Profecia e madhe. Pendohuni sepse është afër mbretëria e qiejvet. Dhe ishte profet dhe ku në shkretir i vetëm, por nga që mesazhi ishte nga Perëndia dhe misioni që ishte dhënë nga Zoti, gjithë shkrimi, Judea, Jeruzalemi dhe të gjitha zonat rreth Jordanit vinin në shkretir dhe pagzoheshin me pagzim pendeset. Patjetër që emri i Zotit i plotfuqishëm, gjithmonë, por kur erdhi edhe Jezu Krishti të pagzohej, atëherë u bë ajo zbulesa e madhe. U dëgjua pasi erdhi një re nga qielli, u dëgjua zëri i Atit që dëshmon dhe thot se ky është biri im i dashur në të cilin jam kënaqur. Dhe pse u kënaq Ati dhe e dëshmoi botërisht, sepse ju bind plotësisht urdhrit të tij, pra që të shkojë të pagzohet në pagzimin e pendesës i pamëkati. Dhe vërtetimi, fryma e shenjtë, ngushëlluesi fryma të së vërtetës, në trajt të pëllumbi, zbriti dhe qëndroi mbi te. Dhe atëherë Gjon Pagzori, Gjon profeti, ashtu sikur se tham, profeti më i madh nga të tjerët, por nuk harrojmë se më i vogël në mbretërinë e qiejvet është më i madh se edhe nga profeti më i madh. Kur e pa pëllumbin të zbres mbi te, ju kujtuan ato që i kishte zbuluar Ati Perëndi, duke i thënë se në atë që do të shofesh të zbres fryma e shenjtë në trajt pëllumbi dhe të qëndrojë mbi te, ai është Zoti i zotërve dhe mbreti i mbretërve, biri im i vetëm lindur. Por e përsëris se Gjon Pagzori ka mesazh. Dhe mesazhi i tij është ngushëllues. Baza e mesazhit të tij është ngushëllimi. Por e dini vëllezër dhe motra se me të vërtet kishte mesazh dhe vepër nga Zoti. Por nga që të gjitha sa u shkruajtën për mësimin ton, duhet edhe ne të dim se edhe nga që ishte më i madhin nga profetët dhe nga që më i vogli në kishën e Perëndis, kur të shkojmë në mbretërinë e qiellit, është më i madh se ai. Pra të gjithë ne që kemi ardhur në kishë, jo sipas forcës, dëshirës apo mundësisë tonë, askush nuk erdhi këtu në kishë nga vetvetja e tij. Por është shkruar dhe shkrimi nuk mund të hidhet poshtë se Zoti i shtonte çdo ditë kishës të shpëtuarit. Pra Zoti është ai që na bie në kishë. Dhe kush të solli sot në kishë? Zoti të solli. Përse? Sepse është edhe kundërshtari jon, djalli i cili lufton që të na pengojë të vim në kishë. Dhe mundësisht ecën dhe sillet rreth e qark gjithë secilit prej nesh, duke u munduar që ta përpijë. Kështu pra, është shumë serioze, besoj mesazhi që na jep sot Perëndia, se mesazhi që ju dha Gjonit, por edhe vepra nga Zoti që i besoi Perëndia atij, është plotësisht ajo që i kishte besuar më të voglit të mbretërisë së qiejvet. Dhe kush është mesazhi i parë? Është ngushëlloni
popullin tim, thot Zoti. Dhe në këtë jemi të venë, të mos e harrojmë kur këtë në jetën tonë. Dhe e thot Pali, jo për veten e tij vetëm, por për të gjithë ne. Ju them përsëri, kemi një mesazh dhe një mision, të mos e harrojmë edhe mesazhin e Zotit, për veçanërisht misionin që na ka dhënë Perëndia. Për këtë je i vën, i zgjedhur nga Perëndia, që të ngushëllosh ato që janë të pashpres së pari. E shef do më thënë të pashpresin dhe nuk e anashkalon. Shef vëllajnë më të vogël që të jetë i munduar dhe i pashpres, mos e lër pas dore, por ndalo, qëndro. Së pari lutu që të gjesh hir nga Perëndia dhe pastaj me udhëzim të frymës të shenjtë të mundohesh që ta ngushëllosh. Dhe do ta ngushëllosh vetëm në emër të Krishtit, nëse e don. E dyta është që të forcojmë të dobësuarit. Përse? Se do të vijë momenti kur do të humbim të gjithë ne, gjithë secili veçanërisht, forcat tona. Do më thënë, na e thot Zoti, se pa mua nuk mund të bëni asgjë. Do të vijë momenti që do të thuash nuk mundem. Patjetër që Krishti do të vijë të të ndihmoj, por kush do ta sjell? Ti je ai që do ta sjellësh Krishtin. Ti që ke mesazh dhe mision, ti do ta sjellësh personin tek Krishti, që të marr peshat e tia dhe të marrësh edhe ti me lutjen tënde peshën e vëllait tënd, ose ngarkesën. Por do të vijë momenti, patjetër që do të vijë, që do të thuash se nuk duroj dot më. Nuk mundem. Besoj se të gjithë ne e kemi thënë dhe në mes të nesh ka edhe njerëz, burra, vëllezër dhe motra të që nuk thojnë nuk mundem me. Por ti mundesh ta ndihmosh vëllain tënd që të mos mpaket. Ky është misioni yt, kjo është vepra jote dhe mesazhi është jo unë, por Zoti Jezu Krisht. Ky është mesazhi i Perëndisë. Dhe mesazhi i parë i Perëndisë është ngushëlloni. Ngushëlloni vëllezërit tuaj. Mesazh ngushëllues, por ekzistojnë edhe disa detaja të hollshme që do të jemi të kujdesshëm. Zërja ti që bërtet në shkretir, po të bësh vullnetin e Perëndisë, do të jesh në një vend të shkret, ose të pakten nga aty do të vazhdosh, do të jetë nisja jote. Nuk do të mundesh të bësh asgjë, nuk do të dish se çfarë duhet të bësh, por edhe nuk do të mundesh që të marrësh vendimin se drejt ku të shkosh. Për këtë arsye vjen Perëndia dhe thotë se unë ati Perëndi kam për të të ndriquar. Pra nuk din, ati ka për të të ndriquar me ndriqimin që të jep. Ku? Në dhomen tënde të lutjes. Unë Krishti, biri i Perëndisë të gjallë, do të të drejtoj në udhën që duhet të ecësh. Do më thënë, nuk din se ku duhet të shkosh. Tek Zoti do të shkosh, tek Jezu Krishti. Ti thua Krisht, mësom. Është Zoti yt, është mësuesi yt dhe drejtuesi yt. S'kemi tjetër mësues dhe tjetër drejtues. Dhe nëse dhe gjendesh në dobësi të plot, unë ngushëlluesi, thot Zoti, kam për të këshilluar dhe kam për të zbuluar gjithë të vërtetën, por kam për të shfaqur edhe të ardhmen. Kështu pra, njeriu i njeh të gjitha vëllezër dhe motra, mundet të gjitha, por edhe diçka shumë të rëndësishme. Edhe do të jetë gjithmonë fitimtar. Ati Perëndi na bën ne gjithmonë që të dalim fitimtar. Dhe tani pyetja është, e beson? Nëse e beson, ngushëllo. Ngushëlloni popullin tim. Dhe tani futemi në detaja të hollësishme. Thot, mos shif rreth e qarktejet. Mos shif sipas shikimit, sepse ajo që do të shohësh është një vend i shkret. Ajo që do të shohësh është një lugin
përpara teje që se kalon dot. Ajo që do të shohësh është një mal i lartë që nuk mund ta kalosh. Dhe ajo që do të shohësh janë rrugë dredha, pra do të ngatrohesh. Dhe gjithashtu ajo që do të shohësh do të jenë vende të shkreta. Por kujdes, mos shif sipas shikimit, por të shohësh sipas besimit. Përse? Sepse lavdia e Zotit ka për të shfaqur në jetën tënde. Të gjithë, çdo mish që do të rrëfej Jezu Krishtin dhe këtë të kryqëzuar, çdo mish do të dëgjoj në vendin e shkret, do të dëgjoj fjalën e Perëndis, sepse nuk do të flasësh ti, por goja e Zotit do të flasë. Gjë e madhe është kjo, vëllezër dhe motra. Mesazhi i parë i Perëndis. Mos shif, por përgatitu. Mos shif sipas shikimit, por përparo sipas besimit. Mesazhi i dytë. Mos dëgjo. Mos dëgjo rreth e qark të jetë, se që thuhet. Thot fjala e Perëndis. Një zë thërret dhe thot, çfarë të bërtas, çfarë të them? Mos dëgjo, por fol. Bërtit. Thirrje të madhe. Bërtitni dhe unë kam për t'ju zbuluar mistere që nuk është e mundur që askush t'i di. E dëgjon vëllezër dhe motra. Mos dëgjo pshëretimat e djallit nga kudo që mund të vinë, fjalët njerëzore, fjalët nga zemrat e njerëzve, fjalët mashtruese dhe tradhtare. Por ti, bërtit, fol. Mos dëgjo, por fol. Dhe pyet me fjalën profetike, profeti. Çfarë të bërtas? Çfarë të them? Dhe përgjigjja është e qartë. Çdo njeri, çdo mish është si bari i fushës. Dhe lavdia e njeriut është sikur një lule. Bari thahet. Dhe lavdia e tij, lulja pra, do të shuhet. Digjet. Shef një njeri të lavdishëm, nuk them për veten tënde, mos qoftë që dikush të shoh veten, askush prej nesh të shoh veten e tij të lavdishëm, pra mos shif asnjë njeri të lavdishëm, por sepse njeriu është si bari. Mbiu bari u rrit, nxjerr një lule të bukur, por pastaj thahet. Dhe bie, zhduket lavdia e tij. E kuptoni pra, vëllezër dhe motra, se kush jemi? Je 20 vjeç, 25 vjeç, gjithçka të shkon mirë. Do të arrish kur të bëhesh 70 apo 80 nëse arrin, kaq? Dhe e dini çfarë do të jesh atëherë? Do të jesh i plakur. Plak ose plak. Oh, më dhem zverko. Atlet i madh, futbollist i madh, gjimnastik, disa muskuj këtu të kapesh, muskujt e mi këtu. Mos u kënaqas për këtë. Dëgjoni vëllezër dhe motra. Mos gëzoheni për këtë. Unë jam shumë i shkolluar, e dini se ç'punë bëj. I pari dhe më i miri jam unë. Mos u gëzo për këtë. Do të vijë koha kur të marrësh pensionin dhe nuk do të jesh një asgjë. Dhe këtë u a them nga provoja. Do të vijë momenti që të thot mbarove. Sa vjeç je? 62 isha. Mbarove. Mbarove me punën. Tani tavull të luajmë në kafenio. A ne s'kemi gjëra të tilla, por tani lavdi Perëndisë ne kemi Krishtin. Për këtë arsye, thirrje të madhe, mos ki frikë. Të gjitha mbarojnë. Lavdia, çfarë je? Kalitekn, këngëtar, i bie buzukut, çfarë je? Tani t'ju them edhe një herë tjetër këtë.
Kur u futa në kish në 83-shin, me mrekulli hyra në kish, pash rreth e qark mejet, vëllezërit dhe motrat, atëherë ishin dhe vitet të tjera, ishin më të varfër, njerëzit të përullur, dhe brenda mejet u krijua një një fryrje brenda mejet. Nuk mund të them edhe krenari kush e di, por e ndjesha veten më i madh, më i mirë, më i rëndësishëm dhe me të vërtet Perëndia më kishte mëshiruar atëherë. Por kjo nuk i pëlqen Perëndis. Dhe në darkë, një natë, më mori Zoti dhe më çoi në një vend që ishte shumë i pisët, plot me teneqet të ndryshkërat nga konservat. Dhe unë ecja në mes tyre, dhe kishte dhe balt poshtë. Shof larg, nuk kishte fund. Shof djathas, nuk kishte fund. Shof majtas, nuk kishte fund. Kthehem brapa dhe aty pësova një shok. Dhe tani thash, dhe sikur se thash dhe tani o Zot, shof do t'ua them sikur e pash në të djathën time një teneqe vaj. E dini ato teneqet e vajt, që ishte e ndryshkur, dhe nëse keni parë teneqet e ndryshkur, është edhe shpuar. E shof, e vetmja teneqe ishte. Të gjitha të tjerat ishin konservat e vogla, të ndryshkura dhe të shpuara, kurse ajo ishte më e madhe. E pash, u afrova dhe më tha Zoti, ai je. Teneqeja më e madhe ti je. Po e pash dhe por vazhdon. Dhe ky është mesazhi, vëllezër dhe motra, i ditës së sotshme. Por unë mundem atë ta bëj vegël të zgjedhur në duart e mia. Por më varet jo nga Perëndia kjo më varet prej tejet. A don të të bëj vegël të zgjedhur Perëndia, mos shif sipas shikimit, mos dëgjo se ç'thuhen, por të flasësh. Dhe kujdes tani veprën tënde të bësh. Çfarë të ka besuar Perëndia? Për shembull, familjen, fëmijët, por ajo që gjithmonë them, sepse ma ka treguar Perëndia, të ka besuar fronin. Cilin fron? Këtë që je bankën që ulesh. Nga kjo bankë këtu, nga kjo fron, do të shkosh në qiell. Kjo nuk është një bankë, por është fron i Perëndis, sepse është i vënë në shtëpinë e Perëndis, që është shtylla dhe mbajtësja e të vërtetës. Vepra jote tani, ti që sjell në kishën lajmet e mira, çfarë do të bësh? Ngjitun e mal. O Zot Perëndi, në malin e lartë, sepse qoftë predikon dhe pyetja është se nga ku predikon. Mund të predikosh nga poshtë, në breg të detit, nuk them brenda në ujë, por në breg të detit. Mund të profetizosh, por mund të jesh në breg të detit. Jo në mes të detit që është bota, mund t'ju shërbesh burrit apo gruas, varet si, apo fëmijëve. Mund të jesh në breg të detit, jo, kjo nuk ka asnjë rezultat. Por ngjitu në malin e lartë që është shejtërimi. Mali i shtëpisë të Zotit, thot shkrimi. Mali i shtëpisë të Zotit, që është kisha e Perëndis. Do të kaloj mbi të gjitha malet e tjera, do të jetë më i lartë se të gjitha të tjerat. Ti a je në malin e shtëpisë të Zotit apo je në breg të detit? Që të pëlqen të shofesh. Tani isha në Kalamo dhe me sa bukur shifnim detin aty ku ishim, dhe them brenda mejet, nuk ja thash gruas, por thash Zot na ruaj, sepse kisha lexuar këtë. Jo vëllezër dhe motra, por në malin e shtëpisë të Zotit dhe të shohim lart. Në malin dhe të shohim lart, ku? Tek Zoti i plotfuqishëm. Aty do të shohim. Amen vëllezër dhe motra. Ngjitu në malin, ti që sjell lajmin e mirë në kish. Larto me të madhe zërin tënd nga mali i lartë ku je. Mos ki frikë. Thuaj vëllezërve të tu, ja, Zoti i plotfuqishëm, Perëndia yt po vjen.
E beson këtë vëlla dhe motër? Po vjen Zoti. Nuk e dim orën, nuk e dim se kur, orën dhe kohën e ka në duart e tij ati Perëndi, por ne e dim se qoftë me ftesë personale, qoftë ashtu sikur se shpresojmë me rrëmbimin e kishës, Zoti po vjen shpejt. Tani pyetja është, a je gati? Kjo është një pyetje shumë serioze. Je gati? Ku je, në breg të detit? Dhe gëzohesh dhe kënaqesh që shef detin? Apo je në malin dhe shijon mbretërinë e qiejvet? O Zot Perëndi. Ja, zbulesa tani. Mesazhi i Perëndis, vepër nga Zoti, vend që të përmbushet mesazhi dhe vepra dhe rezultati. Ja, Zoti Perëndi do të vijë me fuqi. Zoti Perëndia yt do të vijë në jetën tënde me fuqi të madhe. Ku? Në malin e shenjtë, jo në breg të detit. Krahu i tij do të ketë pushtet mbi të gjitha në emër sipas emrit të tij. Po e lexoja dhe pësova shok këtë. Shpërblimi i tij është me te, sepse të gjithë duhet të ulen përpara Zotit, që të shpërblehet gjithë secili. Dëgjoni vëllezër dhe motra, të shpërblehet gjithë secili sipas veprës që ka bërë me trupin e tij. Nga 10, nga 15 vjeç, nga 20, 50 vjeç, 80 vjeç, 100 vjeç, nëse është. Të gjithë do të shkojnë përpara Zotit dhe do të shpërblehemi prej tij, sipas veprës që kemi bërë. Pra, e kuptoni të dashur vëllezër dhe motra, nga që është shkruar dhe shkrimi nuk mund të hidhet poshtë, se ylli ka ndryshim nga ylli tjetër sipas lavdisë që ka gjithë secili. Tani sa rëndësishme është se ku je, çfarë shef, çfarë dëgjon dhe çfarë bën. E them përsëri. Ku je? Je në breg të detit apo në malin e shenjtë? Çfarë shef? Shef dallkët e bukura apo shef mbretërinë e qiejvet? Ma çfarë thua kur flet? Pendohuni, ti thuash së pari vetes ate. Pendohu sepse është afër mbretëria e qiejvet, apo hapi dhe kënaqu dhe gëzohu, sepse gjithçka janë përgatitur dhe janë gati. Perëndia të na ruaj. O Zot Perëndi. Dhe ai që vjen me forcë, me fuqi dhe do të vijë, nëse ti shef sipas besimit, flet fjalën e Perëndis dhe bën veprën tënde, atëherë frydhënia jote do të jetë kjo. Do të vijë me lavdi dhe me pushtet dhe do të kullos kopen e tij. Do më thënë do të jetë bariu i mirë. Don, kush është bariu i? Dua t'ju a them këtë vëllezër dhe motra dhe qaja. Ndërsa e lexoja dhe lutesha, vjen Zoti nga pas, nuk e shifja, dhe më thot, kush është bariu i? Dhe them, Zot ti e di, se unë nuk kam tjetër bari, nuk kthehesha, kisha frikë të shifja mbrapa. Ti e bariu im, o Zot. Dhe më thot, dhe vazhdon, ti atëherë si kullot. Kullot sikur don ai të kullotesh, apo kullot të tjeret sikur don ti. Sepse të gjithë ne jemi barinj që kullosim kopen. Kemi të gjithë ne mesazh, kemi vepër tek fëmijët tonë, tek bashkëpunëtorët tonë në punë ku jemi, kudo që të gjendemi. Si e kullot tjetrin?
si e bariu i ti, me mënyrën, këtë e kuptova nga Zoti që ma thoshte, nga mënyra se si e ushqen tjetrin, do të duket frutdhënia jote, do të duket nga mënyra se si ushqen të tjerët si bari që je. Vëlla dhe motër, në çfarë do moshi që të jesh, nga mënyra që ushqen të tjerët si bari që je, do të mvaret frutdhënia jote. Pemë e mirë, pa tjetër që do të japë fryt të mirë. Mund të japë pak, por do të vi bujku ta punoj, ta vadis dhe të japë më tepër fryt. Pemë e mbjell në breg të detit në rerë, nuk mos prit fryt. Do të jetë e thatë dhe askush nuk do të shpëtohet. Perëndia të na ruaj, vëllezër dhe motra. Ju lutem shumë të kemi kujdes për këtë. As edhe një nuk do të shpëtohet. Mund të jetë i lartë, mund të kesh shumë vite, por pemë e thatë. Perëndia të na ruaj, vëllezër dhe motra të dashur. Por dëgjoni çfarë thot. Nëse do të vi, do të kullos kopën e tij, do të mbledh delet e tij në duart e tij, do t'i mbaj në krahët e tij dhe do t'i drejtoj edhe qengjat e vegjël. Jo ti, por ai. Kur edhe ti, sikur se thot Pali, bëhuni imituesit e mi, sikur se unë imitoj Krishtin. Bëhu imitues i Krishtit dhe je bari i mirë. Perëndia të na ndihmoj, të dashur vëllezër dhe motra. Dhe dini, nuk është kjo diçka që e them unë, por është ajo që e tha Krishti. Më i vogli në mes tuaj është më i madhi nga profeti më i madh që ishte Gjon Pagzori. Më i madhi, pra në mbretërinë e qiejve do të jetë më i vogli ai dhe ne më të mëdhenjt. Ky është një mision i madh, i veçantë. Vepër e madhe, por ti je më i madh se ai. Motër dhe vëllai. Kini kujdes, rrini zgjuar dhe lutuni nga njëra anë që të mos hyni në tundim, kurse nga ana tjetër sepse nuk dini se kur vjen Zoti. Amen.